Mirë se të gjeta këtu në kuzhinë. Mirë se. Si e këdi, çfarë është kjo më? Krip. Krip, pas ke qënë thellë, vërtet. Po, nga gorgona në det, erdha dhe soba. Ç'do bësh me gjatë krip të zezë? Një pul në fur, po, e mbyllur, e mbuluar në krip. Edhe, thjesht, në një enë, vendosni pak pulën që të marrë një zjerje shumë të lehtë në ujë të valuar, diku tek 5 minuta dhe asgjë më tepër. Kemi kripën e trash, që unë direkt e vendos në një enë, do të shtoj rigon, sherebel, pakos fare piper, nuk më duhet kripa e imët. Normale. Kjo ishte për humor. Dhe rozmarina. Rozmarinën të tillë. Vetëm këto gjethet e vogla. Gjethet. Tani ta kuptojmë që nuk është se do të qëndrojë gjithë kripa dhe në pjatë kur të konsumohet. Është thjesht është një pjekje. Pjekje në të. Një pjekje 1 orë e gjysmë. Faktikisht, e kam thënë dhe herë të tjera që duhet sa kile është mishi duke shtuar dhe një gjysmë orësh. Po. Aq kërkon pjekja. Patjetër më duhen dhe thelpit e hudrës. Në këtë mas kripe që unë kam, patjetër që më duhet të kem pak me shumicë erza. Rozmarina jep shumë më aromë të këndshme mishrave. Baza kryesore në marinimet është rozmarina dhe hudra që asnjëherë nuk mungojnë. Pse është pak e butë, kur është e thatë, është më mirë, por po. Sa e mirë që është me aromën e saj, si çaj e përdorim në gatime të ndryshme, në kozmetike e përdorim. Pra, në atë sasinë e madhe, sa krip, apo varësi të pulës, është edhe sasia e kripës që do... Se ishte goxha në... Po, e mbani mend që thash për punën e kripës? Kjo krip ishte, jo kripa ime. Kjo krip ishte kur gjyshet tona vendosnin në përftohjen. Po, në për çorape apo në beze të ndryshme, e ngrohnin kripën dhe më pas e vendosnin në... Thjesht, tani kanë dalë. Pra, gjyshet tona kanë qenë shumë në çorake. Tani kanë dalë në për dyqane, çorape të vogla të Krishtlindjes që janë të mbushura me krip. Që ti i mban, janë edhe si kur ti kërkon të përkëdhelja. Shi flasë përkëdhelja. Në një intervist që është u bë jashtë diku dhe pyetën një vajzë të vogël për punën e përkëdhelis dhe tha, unë tha përkëdhel, tha veten time, përqafoj veten time. Sepse është terapia më e mirë. Nëse ti nuk do veten tënde, mos pretendo të doj askush. Absolutisht. Kjo është më se vërtet. Që kështu kripa, dhe pse është e kripur, të fal dashurinë më të madhe. Fal dashurinë më të madhe. Si kësaj pulës sot. Atëherë, ja, hudrën, po të doja, mund të vendosja dhe hudër pluhur, por jo. E ka më të fuqishme aromë dhe duhet prezenca e hudrës, si... Kaq më duhet. Aromë? Kaq më duhet. Tani këtë mas, thjesht e përzijem. Si thaj, Zoti Lame, shkoj te Zoti Lame për të marrë krip dhe misrat. 2 produktet që ishin në shkëmbim. Kripa shkëmbehej me misrin, dikur. Si gjithmonë, si gjithë produktet e tjera. Po, kripa ka që në Shqipëri, ka që në produkti më i tepërt që shkëmbehej. Ja. Por, e keni vënë re për shumë kur merrni një mish, edhe mishi nuk ka shije, përse nuk ka mishi shije? Sepse baktia nuk ka ngrënë krip aq sa duhet. Prandaj u jepet krip. Sidomos dhis, kecit, që duhet të ketë krip të dali sa më me shije. Vetëm se e di çfarë ndodh.
kur ju japin shumë krip, për shumë kur duan që t'i shesin, si që kam dëgjuar mos gabofshë, baktis i pijet shumë ujë, sepse dihet që kripa të jep etje, dhe duke konsumuar shumë ujë në atë çast, ata e shesin sepse duket që është pak më i fryrë, ka peshë më tepër, kështu që është dhe një hile nga ana tjetër. Ja, vendosëm shtratin me krip të aromatizuar me erza të ndryshme, mbi të vendosim pulën, dhe po ashtu sipër do të vendoset sasia pjesa tjetër. Një sekond se di që e kam mbrapsht, po. Më mirë ashtu duke e ngjitur në sipërfaqe. Pulës, tani pula është zier pak? Ka marrë vetëm një vlim. Ka marrë një vlim, po. Si për ta zbutur pak, edhe pse paret nga llojet, mjafton të gjejmë një pulë të mirë që të ketë edhe shijen e mirë, me gjithë këtë shije që po japim dhe po i faktikisht unë do bëj një shkëputje të voçkël. Dhe ja tek e shohim tani së bashku. Sepse e shoh realizimin e recetës, i vesh një më të madhe, më mirë akoma. Ndrojmë tavën që të marrim më tepër sasi, edhe të qëndroj pula më mirë aty dhe të marri dhe të gjitha aromat përkatëse. Ja i shohim pak se cilat janë këto aroma dhe çfarë po përgatisim. Pulë në furrë me krip, pra të gatuar në krip, jo me krip, në krip. Që do të thotë, do të marrim një pulë fshati, një vlim të lehtë, më pas kemi krip të trash, 4 kg krip të trash, një deg rozmarin, një deg sherebel, një thelpi hudhër, erza të tjera mund të shtoni sipas dëshirës dhe preferencës tuaj. Tani, se mos kemi komente edhe pyetje 4 kg krip, nuk do t'i hajmë 4 kg krip, është thjesht vendosja e shtratit, pra ku do të vendoset pula për t'u pjekur, kaq. E mbulojmë në këtë formë dhe më pas vetë pula do të marri aq sa si kripe sa duhet. Do marri një ngjyrë kuqërem dhe me fik bjen e gjithë kripa. Asgjë nuk do ketë. Fahet aty sipër edhe. A keni punën e turshive të pastërmas? Ja, kripa është gjë kryesore. Ashtu. Mbulojmë mirë, duke qenë se patjetër që do ka të lagështirën e sipërfaqes. Aty do të ngjiti kripa. Pra më duhet e gjithë sipërfaqja, mua më duhet të jetë me krip. Marrë dhe pak ujë fare. Në pjesët jemi drejt përfundimit të recetës tonë të parë. Në pjesët që është farë, pula. Thjesht e njohim që do ngjisim pula. Pra pasi të piqet, kjo do të ronitet, themin e në gjuhën tonë. Do të marrë atë shijen të aromave, të erzave që përdorëm. Mund të shtoni erza nga më të ndryshmet. Kryesisht, baza duhet të jetë pak sherebel, pak rozmarin dhe piper i zi që janë 3 erzat kryesore që duhet t'i ketë ky gatim. Pastaj për ta shoqëruar pas pjekjes, ne do të kemi mundësi ta shohim sepse furrën e kemi para ngrohur. Do të realizohet pjekja deri në fund të hapësirës tonë të gatimit dhe do e shohim pastaj dhe rezultatin final të recetës. Pra duhet të sigurohemi që të mbulohet e gjithë pjesa e sipërme, sipërfaqja e pulës. Në këtë formë. Tani se i bjen që unë të merre me pulën gjithkohë në kohës, ë? Bje kripa mbulon vendin. Ka duart. Shikon, ne e përfunduam, do ta vendosim tani për t'u pjekur në furrë dhe do të rikthehemi të vazhdojmë me recetat dhe gatimet e tjera. Në çfarë temperatura? 200 siç e prekim gjithmonë. Pra në 200 për 1 orë e gjys. Po ne do ta arrim dot? Për të treguar? Faktikisht kaq duhet. Unë do ta heq derisa të marrë ve. Po kaq duhet. Do duket pastaj edhe në rrjetet sociale tona dhe në YouTube-in e Rezedielli për rezultatin final të pjekjes së pulës në krip.